إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Do të fillojmë inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala me ndihmën dhe sukses prej tij këtë broshurë të dobishme me temë Al-Usulu Sitta, 6 parimet të imamit dietarit Reporteridës Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi, Allahu mëshiroft, me komentin e bukur të dobishëm dhe të shkurtër të sheikhut nderuar Salih ibn Fawzan al-Fawzan, Allah e ruajt. Thot autori librit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Bismillahirrahmanirrahim, të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh qofshin mbi profetin ton, familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Thot Sheikh Fawzani, Allah ruajt, ka thënë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, udhëheqësi i thirrjes islame dhe mbrojtësi i fesë së pastër Hanifie, pra feja e Ibrahimit a.s., Allahu mëshiroft, nga gjërat më të çuditshme dhe nga shenjat më të mëdha që tregojnë për fuqinë e sunduesit nga dhënjuesit janë 6 parime që Allahu subhanahu wa taala i ka sqaruar në mënyrë të qartë për njerëzit e thjeshtë, më shumë se që mendojnë mendimtarët, e megjithatë në to kanë gabuar më të mençurit e botës dhe më të arsyeshmit prej bijve të Ademit përveç një pakicë të vogël. Pse? Sepse udhëzimi dhe suksesi për udhëzim është dhuratë dhe dhunti prej Allahut subhanahu wa taala. Thot komentuesi i kësaj broshure pra Sheikh Fawzani, Allah ruajt, Bismillahirrahmanirrahim, falënderimet takojnë Allahut, të Zotit të botëve. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut dhe begatitë e tij qofshin mbi profetin ton Muhammed, familjen edhe të gjithë shokët e tij. Amin. Nuk ka dyshim se Allahu i lartësuar e ka zbritur Kur'anin si sqarim për çdo gjë, pra tibyanan li kulli shay. Dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar këtë Kur'an me një sqarim të plot. Çështja më madhore që Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij alayhis salam e kanë sqaruar në këtë Kur'an është çështja e tauhidit dhe e shirkut. Sepse tauhidi është themeli i Islamit dhe baza e fesë. Ai është baza mbi të cilën ndërtohen të gjitha veprat dhe punët, kurse shirku e anulon, e azjeson këtë themel dhe e prish atë, duke mos lënë asgjë prej tij. Sepse pra këto dy, tauhidi dhe shirku, janë gjëra të kundërta, që e përjashtojnë njëra tjetrën edhe që nuk bashkohen kurrë. Prandaj Allahu i lartësuar e ka sqaruar këtë themel në librin e tij në të gjithë Kur'anin dhe nuk gjen pothuajse asnjë sure në të cilën nuk është përmendur në të tauhidi dhe shirku. Dhe njerëzit e lexojnë këtë Kur'an çuditërisht dhe përsërisin atë. Porse, thot Sheikh Fawzani, të pakët janë ata që ju kushtojnë vëmendje këtij sqarimi. Pra që fokusohen tek mësimi dhe përforcimi i tauhidit dhe ruajtja, distancimi dhe parajmërimi nga shirku dhe i thartë e tij. Për këtë arsye, sheh që shumë njerëz e lexojnë Kur'anin, por prapse prap ata bien në shirk dhe mangësojnë tauhidin e tyre. Edhe pse kjo çështje është e qartë në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo pse njerëzit pra kundërshtojnë Kur'anin dhe bien në shirk, sepse ata ndjekin zakonet, traditat dhe atë në të cilin i kanë gjetur etrit e tyre dhe shujuhët e tyre. Pra, është imitimi i verbër i baballarëve dhe i gjyshëve dhe i shehëve, thonë, "Kedhalika wajadna aba'ana yaf'alun." Kështu kemi gjetur baballarët dhe të parët tanë që të vepronin. Ose thonë, "Inna ala umma wa inna ala atharihim muqtadun." Ne jemi në një fe dhe ne ndjekim gjurmët e baballarëve dhe të parëve tanë. Këto janë prej arsyetimeve të njerëzve dhe të kohës së xhailietit, Allah na ruajt nga shpëtime të tilla. Pra baza për ta është ajo që kanë gjetur tek prindrit, dietarët e vendit të tyre dhe njerëzit për rreth tyre.
dhe nuk mendojnë ndonjë ditë prej ditëve që të reflektojnë dhe të meditojnë rreth Kuranit dhe të peshojnë me atë Kuran atë në cilën janë njerëzit, a është e saktë apo jo, pra rruga dhe feja dhe adhurimet e tyre. Pra Kurani është peshori, ai është kushtetuta e përsosur e Allahut subhanallahu që ka zbritur për njerëzimin, është udhëzim dhe dritë dhe shkak shpëtimi. Kush kapet mbas tij shpëton dhe kush i kthen shpinën është i shkatruar në këtë botë dhe në tjetër. Ata, thotë Sheikh Fauzani, ka kapluar imitimi verbër i baballarëve dhe i gjyshërve të tyre, duke menduar se Kurani lexohet vetëm për bereqet dhe për të përfituar shpërblim nga leximi i tij, pra me marrë shpërblimin e gërmave. Një gërm ka 10 hasanate, 10 vepra të mira. Thotë dhe se qëllimi nuk është për të medituar dhe për të punuar me atë që gjenden të të. Ky është një mashtrim prej mashtimeve të shejtanit, cilin ka rënë shumë prej i tharve të islamit. Të pakët janë ata që e lexojnë Kuranin me këtë qëllim, pra me qëllimin e meditimit, qëllimit dhe punës me të. Shumica e tyre e lexojnë për bereqet, ose për të shijuar dhe u kënaqur me zërin e lexuesit dhe melodinë e tij, ose për të lexuar të sëmurëve të tyre për shërim. Ama thotë shihu që ta lexojnë për të vepruar sipas tij, për të thelluar dhe medituar dhe për ta krahasuar gjendjen e njerëzve me atë që thot Kurani, pra me urdhresat e tij, me ndalesat e tij, me përgëzimet apo qortimet e tij, nuk veprojnë kështu. Vërtet kjo gjendet vetëm tek një numër i vogël njerëzish, Allah na bësh prej tyre. Nuk themi se ata nuk ekzistojnë, por se ata janë shumë të pakët dhe të rrallë në mesin e muslimanëve dhe ky është ajo pra grupi i shtuar dhe pala e ndihmuar. Prandaj i sheh ata se Kurani është në një anë, pra në një luginë si thon arabët, ndërsa veprat disa njerëzve janë në luginën tjetër dhe ata nuk mendojnë as pak për ndryshim, ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala thot në librin e Fisnik, inna Allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e njerëzve derisa ata ndryshojnë vetveten e tyre. Pra Kurani gjendet mes nesh, e kemi përpara duarve tona. Qëllimi është pra ta lexojmë, ta kuptojmë, të lëmë, meditojmë dhe të punojmë me të ashtu që të shpëtojmë. Madje nëse ndonjë muxheddit, riportorirës dhe reformator apo ndonjë thirrës për në tauhid, pra drejt Allahut, përpiqet të ndryshojë ata nga ajo gjendje, ata i dalin kundër dhe akuzojnë për devijim, akuzojnë për dalje nga feja, për ridde, dhe akuzojnë se ka sjell një fe të re, dhe të tjera akuza të ulta si këto. Ashtu siç ndodhi me këtë dietar, pra me Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabin, kur ai Allahu mëshiroj përpiqej t'i kthente njerëzit të Kurani, dhe tek ajo që orienton në të Kurani, pra Kurani dhe Suneti, që janë të pandashme, që të ndryshonte atë në cilën ata ishin prej zakoneve dhe traditave të kota. Ata u ngritën kundër tij, e shpallën atë bidatçi, fasik, pra të shturur dhe të prishur në fe, madje edhe e shpallën atë kafir, pra jo besimtar, dhe akuzuan me akuza të ndryshme dhe kërkuan disa herë që ta eliminonin fizikisht, pra dhe jetën e tij kanë vënë rrezik, Allahu mëshiroft. Mirë po, në realitet kjo nuk i bën dëm atij edhe nuk është diçka e çuditshme. Pse? Sepse edhe profetët alayhimus salatu wassalam dhe të dërguarit për ta janë thënë gjëra edhe më të rënda si këto. Qalu a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, a nuk thanë dhujtarët Mekas, a ti braktisin vallën të adhuruarit tanë për një poet të çmendur? I thanë poet i çmendur, i thanë magjistar, i thanë fallxhor, i thanë që të kanë kapluar dhe pushtuar xhindët. Sallallahu alaihi wasallam, por ai është i pastër nga gjitha këto akuza. Kur ata deshën të ndryshonin gjendjen në cilën ishin popujt e tyre, në shirkun, pra në adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahut, pra për profetët është thënë çfarë është thënë prej fyerjeve dhe akuzave dhe shpifjeve të rënda. E si të mos thuhet atëherë për thirrësit dhe për dietarët? Prandaj është njësi dalluese e thirrësve dhe dietarëve dhe riporterisëve edukator, kur thuhen për ta gjëra, ofendime, akuza, do thotë që ata janë në rrugën e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam. Pra nuk ka asgjë të çuditshme në këtë. Dhe thotë Sheikh Fauzani, kjo nuk ja ul vlerën dietarit apo thirrësit
përkundrazi i ashton atij shpërblimet tek Allahu Azza wa Jall. Pse? Sepse sa më të mëdha janë fyrjet, ofendimet, poshtrimet dhe dëmet që i bëhen thirrësit, dhe më i madh është durimi i tij, atë Allahu subhanahu wa taala çfarë e ngre në grada. Pra i ka rezervuar Allahu çfarë grada të larta. Thotë pejgamberi selam, ashaddu an-nasi ibtilan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal wa yubtala al-mar'u qadra dinihi. Thot njerëzit me sprova më të vështira dhe të rënda, çfarë janë pejgamberët, më pas ata që ndjekin shembullin e tyre dhe ata që ndjekin shembullin e tyre, dhe sprovohet robi thot në varësi të imanit dhe të fesë të tij. Nëse në imanin e tij ka qëndrueshmëri dhe rezistencë, atëherë edhe sprovat shtohen dhe janë më të mëdha. Allah na dhën durim në sprova. Pra, kjo mangësi i kthehet vetëm atij që e ka thënë atë me gojën e tij dhe e ka shkruar atë me dorën e tij. Pra, kjo dëmton vetëm atë pra akuzuesin e njerëzve të hajrit. Sa i përket dietarëve të sinqertë dhe thirrsave për tek Allahu subhanahu wa taala, atyre nuk u bën dëm çfarë është thënë për ta. Përkundrazi u ashton atyre gradat dhe shpërblimet, sigurisht mbas durimit edhe vetë përmbajtjes. Ata kanë për shembull profetët alayhimus salatu wassalam dhe çfarë është thënë për ta dhe me çfarë ata janë akuzuar. Allahu subhanahu wa taala i thotë të dërguarit tij në librin e tij Fisnik, thotë: "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik, inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim." Thotë i lartësuari, nuk do të thuhet ty o Muhammed asgjë tjetër veç se ajo që është thënë të dërguarve para teje. Vërtet Zoti yt është falës i madh dhe ndëshkues i dëmshëm. Pra shehu Muhammed ibn Abdullah Allahu mëshiroft në këto fjalë shpjegon diçka nga kjo çështje e çuditshme. Pra që njerëzit e lexojnë Kur'anin, nuk është çudi, e lexojnë dhe ka dhe shumë hafizlera në botën islame. Pra ka shkolla në botën islame që nxjerrin çdo muaj nga 200 nga 300, pra 10 qindra dhe mira hafizlera dhe memërizues të Kuranit. E lexojnë atë së shumti, bëjnë hatme, pra lexojnë nga fillimi në fund, e përfundojnë leximin e tij, e mësojnë atë përmendësh, e recitojnë bukur pra me tertil dhe me tajwid, dhe i përqendrojnë vëmendjet e tyre tek fjalët e Kuranit, tek rregullat e leximit të tij, ahkam tajwid, të rregullat e meddit, pra zgjatja e zërit, rregullat e idghamit, të ghunnes, të iqlabit, të idharit, edhe të ikhfes, edhe kujdesen shumë për këto gjëra. Dhe kjo, thotë shehu, është diçka e mirë dhe e shpërblyer. Pra Allah subhanahu wa taala çfarë thotë? "Warattilil Qur'ana tartila", dhe recitoje pra Kur'anin çfarë? Bukur, ose siç ka ardhur çfarë? Ghaddan tariya, të kulluar dhe të pastër siç ka zbritur. Por nuk mjaftohet me kaq. Por më rëndësishmja dhe qëllimi kryesor nuk është ky. Qëllimi është meditimi dhe thellimi në kuptimet e tij. Pra të kuptojmë fen nga libri i Allahut subhanahu wa taala dhe t'ia parashtrojmë për vlerësim veprat tona dhe veprat e njerëzve me librin e Allahut. A janë ato në përputhje me të apo janë në kundërshtim me të? Allahu subhanahu wa taala çfarë thotë? "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Këtë libër e kemi shpallur mbi ty Muhammed të begat, që ti meditojnë ajetet e tij dhe të përkujtojnë rreth tij, pra të përkujtojnë rreth tij të Zotit e mendjes. Thotë i lartësuari: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" A nuk po meditojnë dhe përsëritin ata rreth Kuranit apo i kanë zemrat e kyçura? Ose ka thënë edhe tjetër: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira?" A nuk po meditojnë dhe përsëritin ata rreth Kuranit? Sikur ai të ishte shpallur nga dikush tjetër përveç Allahut, në të do të gjenin çfarë? Kundërshtime të shumta. Kjo pra është ajo që kërkohet, të korrigjojmë dhe të përmirësojmë gjendjen tonë dhe të vrejmë gabimet e njerëzve, kujdes shiu, jo me qëllimin për t'i turpruar apo për t'i sulmuar njerëzit, por me qëllimin e përmirësimit dhe të këshillimit të tyre. Pra ky do të jetë objektivi i çdo muslimani sunni selefi etheri, që thotë që është për grupi shpirtëror të parasndrimuar, së pari veprat e tij t'ia paraqesë Kur'anit dhe Sunetit, pra si mase dhe si peshore, dhe të përmirësoj vetveten, dhe veprat e njerëzve t'i peshoj dhe t'i vlerësoj dhe t'ia parashtroj për vlerësim Kur'anit dhe Sunetit, ashtu që çfarë t'i ndihmoj ata
që të përmirësohen. Allah na bëj prej përmirësuesve. Parimi i parë, pra kjo ishte si tutje, ishte si parathënie për të dalë ke 6 parimet. Thot shehu al-aslu al-awwal, pra parimi i parë është ikhlasu ad-dini lillahi wahdahu la sharika lah. Pra t'ja përkushtosh të gjithë fen dhe adhurimet vetëm Allahut të vetëm e të pa ortak. Thot Sheikh Fozani në komendin e këtij parimi. Parimi i parë nga këto 6 parime është që ja përkushtosh fen vetëm Allahut pa i bërë atij ortak dhe shok asgjë në adhurim. Ky është themeli të gjitha themeleve dhe baza e fesë. Ky ka qenë dhe shkaku i përplasjes mes pejgamberëve dhe popujve të tyre. Pejgamberët dëshironin që ta përmirësojnë këtë parim, pra që njerëzit ta kuptojnë dhe t'u angulisin në mendje dhe në zemër dhe në shpirt tauhidin, për të cilin Allahu i ka krijuar krijesat dhe ka lidhur lumturinë e tyre me të. Au ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhin dhe njerëzit përpos tjetër vetëm se që të më veçojnë me adhurim. Pra nuk është më e rëndësishmja që njeriu të agjëroj, të falet apo të shtoj adhurimet. Ajo që ka rëndësi është sinqeriteti, pra ikhlasi në adhurime. Sepse Allah subhanahu nuk i pranon adhurimet dhe veprat tona nëse nuk janë të sinqerta për fytyrën e tij fisnike dhe sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një vepër e pakët, por se e pastër, e kulluar me sinqeritet, është më e mirë se sa shumë vepra pa sinqeritet. Nëse dikush falet natë e ditë, jep sadaka, jep lëmosh dhe bën shumë vepra të mira, por pa sinqeritet, veprat e tij nuk kanë dobi, sepse kushti kryesor, pra që duhet plotësojnë vepra që pranohen tek Allahu, me dojmos është sinqeriteti. Pra thot i lartësuari: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima." Nuk janë urdhëruar përpos tjetër i thartë libër para jush, vetëm se që të adhurojnë Allahun me sinqeritet në fe, të kryejnë namazin dhe të japin zakatin, dhe kjo është pra feja e saktë dhe e drejtë. Thot i lartësuari: "Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din." Ndaj adhuroj Allahun me sinqeritet në fe, për të e shumë ajete që nuk dua shërojmë të zgjatemi, që janë të qarta për njerëzit e tauhidit. Pra kjo është baza. Sinqeriteti çfarë do të thotë? Braktisja totale, lënia e shirkut, pra idhujtarisë dhe veçimi i Allahut me adhurim. Askush nuk meriton të adhurohet, sado i lartë të jetë në grada dhe virtyte, përveç Allah subhanahu as në një engjël i afërt, as pejgamberët dhe dërguarit, as aulijet dhe as njerëzit e mirë dhe të devotshëm. Dhe ky parim nuk realizohet vetëm me braktisjen dhe largimin nga shirku. Ai që e përzien adhurimin e Allahut me shirk, pra me ortaksi ndaj dikujt tjetër, veprat e tij janë të pavlefshme dhe të asgjësuara. Thot i lartësuari: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatan 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Vërtet të shpallur ty Muhammed, ashtu siç i që shpallur atyre që përpara teje, nëse do të bësh shirk në adhurim, do të asgjësohen veprat e tua dhe do të jesh prej të humburve dhe të shkatëruarve. Pastaj thot: "Belillaha fa'bud mukhlisan lahu ad-din." Përkundrazi adhuro vetëm Allahun me sinqeritet në fe për të. Kurse ai që ja përkushton veprat vetëm Allahut, ai është i lumtur, edhe nëse veprat e tij janë të pakta. Një vepër e vogël e pakët, por me sinqeritet në të ka mirësi dhe shpëtim. Dhe argumenti më i bukur dhe më i drejtë për të është hadithi që quhet hadith al-bitaqa, hadithi i fletushkës, i cili nuk është i panjohur për muslimanët dhe e ka përmbledhur shkurtimisht Sheikhu, për hadithi që përcjell Tirmidhiu nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ku thot: "Një njeri do të ringjallet ditën e Kiametit dhe do t'i paraqiten veprat e tij të shkruara në regjistra, çdo regjistër sa largësia e shikimit të syrit të tij, i mbushur me gjunahe dhe me kusure. Këto regjistra do të vendosen në njërin anë të peshores dhe në anën tjetër do të vendoset një bitaka, një fletush ku shkruhet La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut." Thot Sheikh Fozani, këtë fjalë ky njeri e ka thënë me zemër, me sinqeritet, me bindje dhe me besim të plot në të. Kjo fjalë do të rëndojë më shumë se të gjithë regjistrat, pra 99 regjistra, të mbushur me gjunahe, dhe ato regjistra nuk do të kenë pesh dhe do të bëhen të lehtë. Ky pra është sinqeriteti. Ai nuk e ka thënë këtë fjalë thjesht me gjuhë,
por e ka thënë duke ditur kuptimin e saj. Ken aliman bi ma'naha, e din të mirë kuptimin e saj, duke e besuar në atë shka ajo nënkupton edhe që orienton dhe obligon me të. Por e ka kapur vdekja para se të mund të bënte vepra të mira. Pra para se t'i përmbushte të gjitha kërkesat e saj dhe prej tyre çfarë puna me urdhresat e Allahut dhe largimi nga ndaleset e tij. Si do të jetë gjendja e tij që ka shumë vepra të mira, të sinqerta për hir të Allahut Azza wa Jall, pra ky do të shpëtojë nga zjarri. Po ata që veprat i kanë sinqerta që janë njerëzit e tauhidit dhe sunetit, pra sigurisht që kanë më të lehtë hyrjen në xhenet dhe gradat e larta tek Allahu subhanahu wa taala si premtim nga i lartësuari në librin e tij. Vazhdon autori, thot, dhe sqarimi i të kundërsës të tauhidit që është shirku. Pra deri tani folëm për tauhidin dhe ikhlasin, pra sinqeritetin në adhurime. Sqarimi i të kundërsës së tij që është shirku, thot. Pse? Si thot poeti, thot idh bi dhiddiha tu'rafu al-ashya'u. Me të kundërtat e tyre, çfarë mësohen edhe dallohen gjërat. Ose edhe për të ruajtur, si thot poeti tjetër, do të arraftu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man la ya'lamu çfarë ash-sharra min al-khair yaqa'u fihi. E mësova të keqen jo për nga e keqja, por për të mbrojtur dhe ruajtur prej saj. Dhe kush nuk e mëson të keqen nga e mira, çfarë bie në të? Shirku që është e kundërta e tauhidit duhet ta mësojmë që të ruajmë prej tij. E kundërta e tauhidit të Sheikh Fauzani është shirku, pra ti bësh ortak Allahut në adhurimin e tij. Tauhidi është ta veçosh Allahun në adhurim, ndërsa shirku është t'ia dedikosh, t'ia kushtosh një pjesë të adhurimit dikujt tjetër përveç Allahut, si për shembull therrja e kurbanit, betimi, lutja, kërkimi ndihmës, e tjera adhurime që duhet të jenë të sinqerta dhe ekskluzive vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Ky pra është shirku. Dhe shirku që është për qëllim këtu, thotë Sheikh Fauzani, është shirku në uluhije, pra në të drejtën ekskluzive dhe absolute që ka Allahu që të adhurohet dhe të çojë me adhurim nga krijesat e tij, pra në adhurim. Sa i përket shirkut në rububie, pra në krijim, furnizim, organizim, sundime të tjera, ky në shumicën e rasteve nuk ekziston mes njerëzve ose është i pakët. Është ose inekzistent ose është i pakët. Thotë Sheikh Fauzani, të gjithë popujt e pranojnë detyrimisht dhe natyrshëm tauhidin rububie. Askush nuk e mohon realisht që ekziston një krijues, përveç ndonjërit që vetëm shtiret se e mohon këtë gjë, por në thelb ai e pranon, sepse besimi në një krijues është diçka e natyrshme dhe e domosdoshme. Është quhet shay'un jibili, fitri. Allahu ka brimosur dhe ka vendosur natyrshmërinë e njerëzve që çfarë? Ta njohin Allahun si krijues, furnizues, organizues të universit, ai që jep jetën, vdekjen, ai që organizon dhe e mban i vetëm këtë univers. Të gjithë e dinë se ky krijim dhe ky univers ka patjetër një krijues. Dhe ky sistem perfekt që funksionon rregullisht ka një rregullues. Pra nuk është krijuar rastësisht. As nuk e ka krijuar vetveten. Thotë Allahu i lartësuar, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Thotë i lartësuari, a mos vallë ata janë krijuar nga asgjëja, apo ata vetë janë krijuesit, apo kanë krijuar qiellin dhe tokën? Jo, por ata nuk janë të bindur. Pra pranimi i tauhidit rububie është i domosdoshëm dhe i natyrshëm, por se nuk mjafton. Pra vetëm tauhidi rububie nuk të fut në islam dhe nuk të fut në xhenet dhe nuk të bën ndaluar jetën, nderin dhe pasurinë. Ai nuk mjaftoi mushrikëve dhe idhujtarëve Mekas, edhe pse ata e pohonin dhe e pranonin këtë, siç ka ardhur në Kur'anin fisnik. Kurani është i drejtpërdrejtë dhe i qartë për këtë, ku thotë i lartësuari, "Wala in sa'altahum man khalaqahum", thotë, e nëse ti i pyet ata kush ju ka krijuar juve, ose kush ka krijuar qiellin dhe tokën, si do të përgjigjen, thotë Sheikh Fauzani? Do të përgjigjen, "Khalaqahun Allah", ata i ka krijuar Allahu. Pra Allahu është ai që na ka krijuar. Ky është tauhidi rububie, pra tauhidi i zotrimit. Por ajo që kërkohet nga njeriu është tauhidi i uluhijes. Domethënë që t'ia kushtoj të gjithë adhurimin e pastër, të kulluar dhe të sinqert vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo për të cilën ndodhi mosmarrveshja, konflikti dhe përplasja mes të dërguarve dhe popujve, mes thirrësve në rrugën e Allahut dhe njerëzve, pra në përgjithësi. Kjo është ajo për të cilën ka pasur kundërshtime
ka pas luftë dhe çështje që lidhen me miqësimin dhe armiqësimin e tjera si këto. Pra, besimtarët i miqësojnë njerëzit për shkak të tauhidit tyre, pasimit sunetit, dhe i armiqësojnë dhe urrejnë ata për shkak të kundërshtimit të tauhidit, pra të shirkut dhe kundërshtimit të sunetit. Edhe thot autori në vazhdim, pra duke sqaruar të bastot, وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى يفهمه أبلد. Thot, dhe shumica e Kuranit ka ardhur në sqarimin e këtij themeli në mënyra të ndryshme, me fjalë që i kupton dhe më i padituri, më i paformuari, më i pashkolluari. Pra Allahu i ka sqaruar çështjen e tauhidit të shirkut me sqarim shafi kafi, pra të plot edhe zaudient. Thot Allahu i lartësuar, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Thot, adhuroni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. A janë këto fjalë të paqarta, thot Sheh Fauzani? A janë këto të pakuptueshme? Njerëzit e thjeshtë të kuptojnë atë, adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Ata kuptojnë nga ky ajet urdhrin për adhurim sinqert për Allahun, edhe ndalesën nga shirku. Edhe nëse nuk ka mësuar, e kuptojnë këtë me gjuhët e tyre. Pra me gjuhën e tyre, sigurisht arabët, ose popujt e tjerë që është përkthyer dhe përshtatur në gjuhët e tyre ky Kur'an, e kuptojnë në gjuhët e tyre këtë ajet kuranor. Ky është vetëm një ajet dhe Kurani është plot me ajete të tilla. Dhe çuditërisht këto ajete në dalin përpara gjatë leximit të Kuranit, por se ata nuk mendojnë dhe nuk meditojnë rreth tyre. Allahu i lartësuar thot, adhuroni Allahun dhe mos e shoqëroni atij asgjë në adhurim. Ndërsa ata thonë, ky është realiteti i idhur muslimanëve sot, i cili duhet t'i shqetësoj thirrsat dhe davësinë dhe njerëzit e tauhidit, pra t'i shpëtojë njerëzit nga shirku. Ata thonë, o Ali, o Husein, o Bedawi, o Tijani, o Abdul Qadir, bërtasin dhe thrasin me zë të lartë, o filan, dhe ai filani ishte i vdekur në varrin e tij. Koskët janë bërë hi dhe plur. Dhe ndoshta ai që e thret të vdekurin dhe vërtet e di përmendësh Kuranin me 7 apo me 10 qiraat të leximet e tij dhe lexon atë me një tajwid të shkëlqyeshëm. E shqipton atë drejt sikurse ka bëshuar pejgamberi selam si një shigjet e qelluar sakt, që ka ardhur në Sunen e Tirmidhi dhe në librat e Sunetit. Por thot, ai kujdeset për shenjat e tij dhe i humbet kufit e tij. La ilaha illallah. Imam Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë, dëgjoni këto rreshta të arta, thot, Kurani është i gjithë rreth tauhidit, ose është urdhër për adhurimin e Allahut dhe bregtisjen e shirkut, ose është sqarimi i shpërblimit për pasuesit e tauhidit dhe ndëshkimit për idhujtarët, ose flet rreth rregullave të halalit dhe të haramit, dhe këto janë nga të drejtat e tauhidit, ose janë tregime rreth pejgamberëve dhe popujve të tyre dhe përballjet mes tyre. Dhe ky është shpërblimi i tauhidit dhe i shirkut. Pra i gjithë Kurani është tauhid nga fillimi deri në fund. Megjithatë ata e lexojnë këtë Kuran ndërkohë që janë në shirk të madh. Po flasin për shirkun e madh që nxjerr nga feja dhe shkaq që të jesh përjetësisht në zjarr. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Përtet Allah nuk e fal që të bëhet atij ortak në adhurim dhe fal poshtë këtij gjunau ato që do nga gjunahet e tjera. La ilaha illallah. Pra ndërkohë që njerëzit janë në shirk të madh dhe thonë la ilaha illallah, por nuk veprojnë mbas saj. Ata janë në një lugin dhe Kurani dhe fjala la ilaha illallah janë në luginën tjetër. Vërtet ato janë vetëm fjalë që ata i thonë me gjuhët e tyre. Nëse pyet ndonjërin prej tyre, çfarë do të thotë la ilaha illallah? Ai do të përgjigjet duke thënë, nuk e di, nuk e kam mësuar. Atëherë i themi, ti po thua la ilaha illallah, pra nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, dhe nuk e di se çfarë do të thotë, ai ka hije kjo një muslimani? Thua fjalë që nuk e di kuptimin e tyre dhe nuk të intereson, apo thua kam dëgjuar njerëzit duke thënë diçka dhe unë e thash, ashtu siç thot munafiku në varr kur pyetet nga dy engjëjt Munkeri dhe Nakiri, thot kam dëgjuar njerëzit duke thënë diçka dhe e thash, pra vetëm imitues, vetëm përsëritës i fjalëve, si ai papagalli, si ai zogu, ma logjik. Ashtu siç thot Allahu i lartësuar, thot
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Çfarë shembulli sill Allahu për ta njerëz? Thot, shembulli atyre që mohuan është si shembulli atij që i bërtet dikujt që nuk dëgjon gjë tjetër përveç zërit dhe thirrjes të shurdhër me mec e të verbër, prandaj ata nuk logjikojnë. Allahu i lartësuar i ka krahasuar ata me bagtit që dëgjojnë zërin e bariut dhe thirrjen e tij dhe ecin pas zërit të tij, por se nuk e kuptojnë kuptimin e fjalëve të tij. Pastaj thot autori dhe mbylli me këtë parim, ndodhi me shumicën e umetit islam ajo që ndodhi. Shejtani u paraqiti atyre sinqeritetin, pra ikhlasin, në formën e nënvlerësimit të njerëzve punëmirësh, të aulijave, dhe si mangësi kashi të drejtave të tyre. Pra kur thot atyre, mos i lusni krijesat, mos i thirrni për ndihmë, për bereqet, për shërim, për mbështetje, për zgjidhje hallesh, problemesh, mos kërkoni ndihmë prej tyre. Luteni vetëm Allahun dhe kërkoni ndihmë vetëm nga Allahu. Kërkoni prej Allahut dhe drejtoni tek Allahu dhe jo tek varret dhe tek të vdekurit. Ata thonë, ti po i nënvlerëson aulijat, pra të dashurit e Allahut. Ata thonë, këta aulija janë me pozit tek ne. Ne kemi konsiderat të lartë për ta. I madhrojmë, i respektojmë, i nderojmë dhe i thrasim emrat e tyre. Kjo është vlera e tyre. Ndërsa ti po i nënçmon, pra po i fyen dhe nuk po pranon vlerën e tyre, kështu thonë ata për thirrësit në tauhid. Të Shifozani, ne u themi atyre, ne i duam njerëzit e mirë, i duam aulijat e Allahut, jemi miq me ta, i nderojmë dhe i respektojmë, por nuk u japim atyre asgjë nga të drejtat e Allahut, azza wa jall, dhe nuk u japim atyre, pra nuk u dedikojmë atyre asgjë, asnjë grims, asnjë atom nga adhurimi, sepse adhurimi nuk është e drejtë e tyre. Dhe ata vetë kursesi nuk do të ishin të kënaqur me këtë. Nuk do të pranonin që të thirreshin dhe të luteshin bashkë me Allahun, apo që të kërkojnë ndihmë prej tyre në kohë të vështira. Pastaj shejtani u paraqiti atyre shirku ndaj Allahut në formën e dashurisë ndaj njerëzve të mirë dhe ndjekjes së tyre. Thot Shifozani komedin e kësaj pjese, thot, ata thonë, kërkimi i ndihmës prej njerëzve të mirë dhe thirrja e tyre është pranimi i vlerave dhe virtyteve të tyre dhe nderim për tash. Çfarë filozofie, çfarë humbje, pra përdorimi i mbrapsht i logjikës dhe i kuptimit të shtosh që Allahu ka dhënë njerëzve. Kjo, thot Shifozani, është ajo që u ka zbukuruar shejtani. Dhe me shejtan, thot, nënkuptohet shejtani nga xhindët dhe shejtani nga njerëzit. Dietarët e devijuar janë djajt dhe shejtanët prej njerëzve. Ata flasin, shkruajnë dhe botojnë libra, të cilat ftojnë dhe thrasin për në shirk dhe pretendojnë se kjo gjë është madhërim për salihinët dhe pranim i vlerës së tyre. Dashurin ndaj tyre dhe se mos kërkimi ndihmës nga ata, kinse që nga mos respektim, fyrje ndaj tyre dhe urrëtie kashi tyre, e të tjera dokra dhe filozofira që ata thonë. Dhe të gjitha këto gjëra fatkeqësisht gjenden në librat e tyre, pra tyre që shejtanëve për njerëzve që u zbukurojnë shirkun, pra adhurimin e vareve, njerëzve të humbur dhe devijuar dhe që nuk meditojnë për këtij umeti. Me kaq e mbyllim mësimin ton. Lutë Allahun ta bëjë të dobishëm, ta pranojë të prej ne, ta vendosin në peshorën e veprave të mira. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.